kreshta, sikur I ka krijuar Perëndia për të mbajtur qiellin mbi 2000 metra lart, bashkë me emrat e bukur shqip. Alpet e Shqipërisë, në pjesën e tyre veriore, të ngjajnë me një gjerdan të thikët, që nga vizitori, Trojani, Karajfili, Rossi, Jezerca me 2 majet e saj të Alis dhe Popllukës, Kollata, Bori. Në pjesën jugore të tyre janë Bjeshkët dhe fshatrat e komunës së Kelmendit dhe të Shalës së qarku të Shkodrës. Në veri të tyre, për te kufirit shtetëror të Republikës së Shqipërisë, është një kurore vërtet bukurie. Nga qafa e Vërënicës në jug dhe deri në Moraç në veri, nga mali Trojan në perëndim dhe deri në qafën e diellit në lindje, qarkuar me male dhe qafa të pashoqe, gjenden Lugina, Kodra, Pyje, Livadhe, Fshatra, rrjedhin Përrenj dhe Lumenj, shpërthejnë burime të akullta dhe hieshojnë liqenj ëndrimtar. Bukuria është derdhur në të gjithë anët dhe gjendet e pranishme në të gjitha stinët. Këto hapësira përbëjnë krajinën e Plav Gucis, këtë krajinë të njohur dhe të shumë dëgjuar për historinë dhe bukuritë e pashoqe të saj. Sapo të kalosh nga Vermoshi dhe të futesh në luginën e Gërçarit, të kalosh në luginën e Dolit, të shkosh ke syni I Skafkaçit dhe ke ujvara e Gerlës, ke burimet e Vuthajve, apo në liqenin e Shtarave, ke liqeni I Zanave, apo të lundrosh në liqenin e Plavës, të shëtitesh në përpyet e arlisura të Bredhit, apo Bolikës, gjithnjë do t'jesh I maknitur dhe gjithnjë do t'lësh bëllok bukurish të pashjuara. Manifestimi kulturor artistik Alpet Shqiptare, Vuthaj 2005, u zhvillua si për vjet, me një gusht. Ky është shpërthimi I vrullshëm I këngës dhe vallës së kësaj treve, me pjesëmarrje të gjerë të artistëve popullor të gjitha moshave, banor të Vuthajt, të Plav Gucis apo Rugovës, kelmendasve të mërguar dhe miqve të kësaj krahine. Kjo është një fest mbar popullore e krajinës së Plav Gucis. Këtu është vendi I kreshnikëve, që nga Muji e Halili, Gjergje Rezalia dhe deri tek Gjon Bala. Ky është vendi I trimave që bën emër në historinë e kombit shqiptar, si Alipash Gucia, Jakub Ferri dhe prijisë e luftëtarë të tjerë të lidhjes shqiptare të Prizrenit 1878 dhe deri tek prisit shpirtëror të sotëm të kombit. Ky vend është djepi I këngëve të trimërisë, I këngëve të dashurisë, të jetës, të qëndresës dhe mbjetesës, është shtrati I përhershëm ku rritet arti I popullit shqiptar. Vallja epike të ngjan se po del nga kërshat e këtyre maleve, kënga e ëmbël të ngjan me burimet e freskëta dhe me lulet pa mbarim. Ja
zjarin si për me të rrafshën këtë fushë të vuntha edhe në mes tyne majeve të pisuna e një vetën krenar se jam bashkë këtu kam lind dhe këtu më ka kris koka. Prandaj vendi ku lind njeriu është vendi shejt dhe vendi amel, sa do të jetë si do të jetë dhe sa do të jetë i vështirë, është vendi mrekullueshëm, prandaj nuk më duket vetëm mua vendi mirë, por është me të vërtetë se është bukurie e rrallë e natyrës, në cilën mundesh me gjetë edhe rrafshina, edhe male, edhe kepa, edhe humnerat në cilat vetëm natyra ka ditë t'i krijoj. Prandaj, për ata jam edhe krenar se jam i këtij vendi dhe vendlindjen e kam këtu. Qëllimi i tubimit tradicional popullor është ruajtja, kultivimi dhe avancimi i kulturës tonë. Njëherët me këtë dom t'i tregojmë të gjithëve që këtu përsëri jetojnë, frymojnë dhe do të jetojnë shqiptarët në këto krahina shqiptare, të cilat pa drejtësisht, pa vullnetin tonë janë të ndarë nga trungu i tokës nënë. Tubimi tradicional popullor organizohet vite me radhë dhe i ka përparësitë e veta sepse në këtë tubim marrin pjesë shqiptarë nga të gjitha krahinat shqiptare, pavarësisht prej kufive. Do të thotë, kjo është një gjë e mrekullueshme që ne kemi bën përpjekjet maksimale që kufit administrativ mos të ekzistojnë në mes popullit shqiptar. Për të jap madhështinë edhe më të mirë dhe kuptimin këtij tubimi tradicional ku zhvillohen lojnat, kultura, muzika e treves tonë, kemi bën investime në infrastrukturë duke bashkëpunuar me diasporën dhe me USAID-in amerikan i cilin na ka mbështet. Deri tani në këtë vend kemi investuar në projekte mbi $500,000. Gjithashtu në këtë manifestim popullor janë të organizuara lojrat e vjetra të kësaj krahine dhe të krahinave tjera shqiptare. Në këtë ditë madhështore, sidomos diaspora jonë përpiqet dhe rezervon kohën me gjithë se e kanë shumë të ngushtë të vijnë në këtë ditë dhe të takohen me bashkëvendasit e vetë dhe me popullin, me pjesën e popullit tjetër nga krahinat e ndryshme. Për çdo vete, sidomos si se organizohet tubimi tradicional popullor, këtu pjesa dërmuese e diasporës i kemi në muin korrekt dhe gusht. E është një shumë interesante dhe shumë pozitive sjellja e të rive të tyre me veti dhe njoftimi i tyre me treven prej nga kanë ikur. Amor
janë një fshat i madh që përbëhet nga vendbanimet që thirren Katundi Epërm, Sirm, Gjombalaj, Qosaj, Kukaj, Hakaj, Zabel dhe është pjesë e fisit të madh dhe të gjerë të Kelmendit. Profesori Qerem Çabej ka thënë se ky emër vendi vjen nga fjalët i vut, i përvut. Hyrja në këtë fshat më solli ndërmend fjalët e mikeshës së madhe të shqiptarëve në tërësi dhe malsorëve në veçanti, Mis Edi Durhan. Lugina u hape u zgjerua dhe aty ishin shtëpitë e vuthajve, të ngjitura pas faqes së malit, në krah të cilave kalonte shtegu për në qytetin tjetër të ndaluar, për në Plav. Vuthajt jo vetëm tani, por edhe më parë ishte fshati më i madh shqiptar në komunën e Plavës Guçinis, madje edhe e dua për dy mënyrë. Një e kam vendlindje, e dyta është se në Vuthaj asnjëherë nuk ka mujt të ngulitin trojet e veta kolont, sikur në fshatra të tjera. Kështu që Vuthajt janë një fshat me peshë, meqense se gjithnjë kanë qenë në balë të frontit për mbrojtjen e trevave të Plavës së Guçinis. Madje me këtë çare them sot se Vuthajt e lëshuan shumë dhe shkuan posaçërisht për Amerikë. Tani veres është shumë mirë këtu të rrish, pak se vinë nga mërgimi, por sikur të vish këtu dimrit, do të rrëshqethe, se shumë pak ka. Kjo më shtyn që edhe poezitë e mia, nga një kritik më ka thënë se a mos je lokalist. E kom pranua për shkak se nëse si dua Vuthajt e mi, atër ku do ta dua në fshat tjetër. Do më thonë, fillohem nga shpirti im, pastaj shpirtin tim me bashkoj me shpirtin kombëtar. Sot Vuthajt numërohen në fshatrat të cilët kanë dhënë mas tepërmit përmas popullsisë intelektual, duke pasur edhe akademik, edhe pse fshat i vogël, siç e kemi të madhërueshimin Rrepqosi. Nëse në vitin 1974 ky fshat kishte 2000 banor, sot ka vetëm 300. Ky ndryshim ka shumë shkaqe, por një nga më të rëndësishmit është edhe migrimi brenda trojeve shqiptare apo emigrimi jashtyre. Por edhe pse mërgojnë, vuthjanët jo vetëm nuk e harrojnë vendlindjen apo vendin e origjinës së tyre. Këta voglush kanë ardhur prej larg në vendin e origjinës. Askund nuk mund të shijojnë bukuritë të tilla, të dëgjojnë legjenda si këtu, të ndjejnë bukurinë e malit dhe të burimit që gufon prej tij, të livadheve dhe të luleve, të kërshave dhe majeve të thikta që sulen drejt tyjeve. Unë jam Libur Ulaj dhe unë jam nga Vuthaj dhe jetoj në Zvicër dhe kam lindur në Zvicër. Babën e kam nga Vuthaj, nanën nga Kosova në Prishtinë. Mua me pëlqen e Vuthaj dhe tash do të vi në klasën e 5 dhe tash do të hi për 11 vjeç. Gjyshja më tregon për Vuthaj dhe më tregon për Vuthaj, më tregon krejt bjesht, më tregon si quhet ajo bjesht dhe më duket interesant. Ndalojnë një çast dhe shohin në qetat e maleve. Një shkëmb i madh ka një emër të pashlyer brez pas brezi. Voglushët dëgjojnë për vajzën e Vuthit dhe për majën e vajzës. Për të thep shkëmbor prej ku hodh vajza e Vuthit, pasi e hodhi në gremin harapin e zi të detit. Edhe sot, atje, në atë mal, ka një vend që thirret Bregu i Romanit, ku Roman thirret harapi i zi, simboli atij që do të zaptoj trojet. Aty vajza e Vuthit u ndesh me Romanin dhe fitoi, duke i hedhur kundërshtarët në Humner. Romani thirret vendi ku ra harapi. Ka të ngjarë që kjo legjendë të vijë që nga kohët e luftrave iliro romake. Aty një qet
rëpir mali, thirret qeta e romanit, sepse aty u varos romani, dhe sipas legjendës, ai është i detyruar të përgjigjet sa herë që thirret. Me sa duket, kjo lidhet me dukurinë e Jehonës së Zërit, pas qyrimin e tij nga faqet e thikta të maleve. Kam ardhur me pushime, ka që 9 vjet që s'kam qenë këtu edhe kam qenë shumë e vogël edhe i majmen shumë gjëra, po prapë njerëz i kam harruar edhe jam gëzuar shumë që kam ardhur se kam njoft shumë njerëz që më ka njoft mu, po unë nuk e kam njoft ato dhe më bëhet qefi shumë që kam ardhur. Në shpinë këtu, ka bo babi për neve, më ardhë me jetu, për në verë, i kalu pushimet. Mandej është shtëpia vjetër ku ka jetu babi im, kur ka qenë këtu i vogël. Edhe mu më pëlqen shumë, këtu se kam një gjuhë shumë për venin, edhe shumë bukur. Vetëm dalë për jashtë, që më gjesë dalë për jashtë, vetëm shoh malet. Edhe mali më i mirë që më pëlqen është maja vajzat atje se më kanë folë. Kam një gjuhë për të, dhe më pëlqen shumë. Por si mund të quhen bjeshk të nëmuna, këto livadore, val, plot bar dhe lule, ku fishkëllen qetina dhe fluturojnë skifter dhe shqiponja, ku kufojnë burime dhe jetojnë njerëzit më të pashëm të Europës. Unë 30 vjetë jam kene da me prej gjinie, asë kom mujtë me shko, asë më marrë me letra, nuk je marrë me ta. Tash shkoj, vinë, jam me knaqëne. Punoj pundore ka pak, sa me kalua kohë, i një mojë dhe djallit edhe kam dinarin tem, paren teme. Tash jeta është ma e lirt, shkoj, vim. Jo me knaqën e në vend tem këto, ku kam ba ymrin qëto. I kam ba 80 vjetë, 82-3, punoj hala pundore, sa me kalua kohë. Në këto gërdhata, si quhen këto kullota ndër gëlqerolët e këtyre bjeshkve në vendet më të thyera dhe më të thepisura të tyre, ata të huaj që nuk i duan shqiptarët dhe kanë dalë të humbur në luftrat me ta, kanë shpikur edhe emrin bjeshkët e nëmuna. Askush nga vendasit e këtushëm, askush nga ta që kanë jetuar apo veruar ndër këto bjeshk, nuk i njeh me një emër të tillë. Edhe Mise Dit Durhamit i ka tërhequr vëmendjen fakti që ky emërtim, bjeshkët e nëmuna, është vetëm një përkthim një fjale slave. Ata që njohin bjeshkët dhe që janë të zotët e tyre që kur njeriu ka lëshuar hije mbi dhe, do të fyen, po të mallkosh apo të nëmësh bjeshkët e tyre të pashoqe. Fshati Vunthaj është një ndër fshatrat, është karakteristike për arsye se është konsideroj se krahasuar me numrin e popullsisë, është ndër fshatrat që mos them fshati që ka më së shumti intelektual, besoj nga të gjitha vendbanimet shqiptare. Mesatërisht çdo familje mund t'i ketë më tepër se një me përgatitje superiore shkollore. Kemi akademik qosin, disa doktora shkencash, ndërsa profesorët tjerë me përgatitje superiore shkollore nuk po i përmeni se ata janë të shumt. Unë në fakt kam lindur larg atyre majeve që shihen atje dhe pastaj pas përfundimit të luftës së dytë jemi kthyer të jetojmë këtu në Vunthaj dhe duhet t'ju them si vend, si fshat, ku Adheu ka qenë i ndarë për gjys, i kemi përjetuar të gjitha vështirësitë, të gjitha presionet që kanë qenë të veçanta, që kanë qenë shumë të sofistikuara, që kanë qenë shumë të studiuara për të ne zhbirë, për të ne përzan prej këtuhit, por fatbarësisht, si që shihni edhe si që do të shihni nga ky dokumentar, vendasit asnjëherë nuk e kanë harruar këtë pjesë të Adheut. Këto shtëpia të reja janë dëshmi për këtë, por një dëshmi tjetër më e madhe janë edhe djemt tanë të cilët ndonë se të shpërngulur në Adhe, se shumica jetojnë për jashtë për shkak të kushteve në natyrisht ekonomike, po edhe presionit politik, nuk e kanë harruar. Fakti që unë për herë të parë kur i kam hapur syt, i kam parë majet e larta dhe qielli, ndoshta është njëri ndër ata faktorë që gjithmonë nuk do të më shohin si jo modesti, po kam ndruar lartësitë, kam ndruar ato që është kulminante të njeriu, pse jo vetëm unë, po është karakteristike edhe vendasve këtu, që të arrihet ajo që është më ndeshmja, ajo që është më lartë, ajo që është më idealja.
Dhe për mendimin tim është një veçori e kësaj. Dhe përveç kësaj unë një pjesë shumë të madhe të verave, sidomos e kam kaluar në atë bjeshkën lartë që shihet atje në bjeshkën e Romanit, që është nxitur me bjeshkën e Valbones, por duhet t'ju them se krahas gëzimit edhe kënaqësive shpirtërore që kam pasur për ato ditë që i kam kaluar në bjeshk, çdo herë e kam përjetuar shumë rand se një gur i thjesht i bërë me beton që do të shkruan kënej RSFJ ose anej RPSH, do thot gjithmonë ne i ka ndarë zemrat, por nuk ne ka ndarë edhe mendjen, nuk ne ka ndarë edhe shpirtin. Besoj se kjo, me qenë se kjo ndasi nuk ka krijuar ndasi, ka krijuar vetëm ndasi fizike, por jo edhe shpirtërore, ka një rëndësi të veçantë. Mes këtyre kodrave të vogla, rrethuar me shkure dhe livadhe, ky sy i stërmadh nxjerr pa prerë ujin e kristalt, të akullt, që shkon në 4 gradë Celsius në të gjitha stinët. Thonë se janë lotët e bornajave të jezercës që rrjedhin nëpër shkëmbinj për të shpërthyer në burimet e Valbonës së Tropojës, të krojeve të thethit të Shalës, edhe këtu, në synin e Skafkaçit. Shumë kush e quan dhe syni i kaltër, se ngjason aq shumë me syrin e kaltër të jugut të Shqipërisë, me një ndryshim, ka më shumë ujë. Në Vjeshtë dhe në pranverë, këtu derdhen edhe sheu i mrizeve dhe sheu i trenit. Gojdhënat përcjellin se te ky i fundit e ka vendin qoftë largu, Dreqi. Edhe pse kam lindur në Kosovë, babai im ka lindur këtu dhe zakonisht vim për pushime verore. Ky është një vend shumë i mrekullueshëm, ky është Syni dhe i kisha këshilluar të gjithë moshatarët e mi që të vinë të kalojnë pushime verore shumë të këndshme. I përshëndes të gjithë moshatarët e mi në të gjitha trojet shqiptare, kudo që ndodhen. Prej këtu janë marrë dhe vijat e ujit për ujitje dhe livadhi këtu pranë thirret edhe sot livadhi i Vatës. Po të ndjekësh rrjedhën e ujrave të Synit, do të gjesh ujvarën më të bukur të këtyre anëve, që është e vështirë të gjendet shoqja, gërlës së vuthajve. Në këtu ujvar derdhet uji i Synit dhe sheu i Mullinit që bashkohen këtu. Uji paserizohet një herë në këtu ujvar, plot zhurmë, dhe vorbulla lëshohet edhe 2 herë në ujvar brenda shkëmbit dhe del në Gjon Balej. Kjo dalje është e bukur, si kjo e Skasit bëhet më e bukur. Këtu është edhe lugu i Vatës, që dëshmon për mjeshtrin dhe këmbguljen për të çuar ujin e nevojshëm tek bimët. Mund të thuar se vuthajt janë edhe vendi i burimeve më të shumta, nëse ke ardhur ke burimet që thirren edhe gurat e Lipash Gucis, gurat e Vuthaj. Këto burime vazhdojnë edhe për qindra metra rreth këtij mali, që quhet Berat. Edhe ky mullin është si një monument kulture dhe shpesh këto burime thirren edhe gurat e mullinit. Vuthjanët janë njerëz të punës, të përparimit dhe në çdo fushë janë njerëz plot bukuri dhe fisnikëri. Këtë e dëshmojnë faktet, e dëshmon jeta e tyre. Jam Avni Gjembalaj nga fshati Vunthaj, jetoj në burimet e Alipas, ku jetën e bëjmë kryesisht me blegtori, merrem me punë bujqësie në përgjithësi, kam 3 fëmijë, shkollën e kam kryer shkollën e mesme, kryesisht vazhdojmë me blegtori, ashtu që edhe të parit tanë janë marrë kryesisht me blegtori. I je kënaqur me këtë jetë këtu? Po, jemi të kënaqur. Derisa jemi në vendin tonë, jemi të kënaqur që mos ta humbim këtë vend. Të jemi edhe në një ditë dikush që një musafir ku të na vjen të ka ku të ketë të pini kafe të pakte. Avniu, çfarë mund i thot vëllezërve të tij, shokëve, kushërive që janë jashtë?
mund të them që ta kthejnë ndonjëherë kokën nga ky vend që mos të harrohet, mos të lënë harres, po të paktën ndonjë vizitë, të paktën 10 ditore, mujore, ta bajnë në vit në vend ku kanë lindë. Se vendi huaj kur nuk bëhet i yti. Unë jam Shadrijan Balaj, i cili jetoj në këtë fshat të Vunsa. Jam fshatar i cili gjithmonë jam marrë si shtëpi me tradit, me blegtori, me bujqësi, me tona gjona që i udhëheq një katunar. Nejse si për fund, jam me vetun, vllazët krejt më ka shkuar në Amerikë, une kom vendos, mos ta shoj këtë trull, mos ta shoj vendin. Jetoj, punoj me këto bere, jetoj një do normale, nuk i mbaj të jam gusht shumë për ta, por e kom si ta dit. Unë jetoj këtu, merrem me gjoje, marrë tash, i kom fëmin këtu. Kem jetua gjithmonë partet me atë. Një djale kom në Amerikë, në ka shkuar, një vajzë kom të martuar me në pej. Jetojmë këshyri një shtu në këtë vena, peshe ku jem këtë ven këtu. A kënoqesh kur të vinë djali prej Amerike, vajza prej peje? Vëllaj kënoqem bëllë, po qis kënoqem, se nana për e vladme në kajko burbetit e kaj vine, po qis kënoqem, po kënoqem me marrë krejt që kjo më halë, kur i shoj, më duket si shosi vinë për i dikahit, si kom të mitë mi. Po qis kënoqem, se vetëm leku nuk është i mirë. Por të vish në Vuthej, ke edhe rastin e rrallë të pish një kafe me akademikun Recep Qosja, këtu, në shtëpinë e tij, me të dashurit e tij. Këtu afër janë edhe shtëpia e regjisorit të njohur Isa Qosja, skulptorit Smail Qosja, juristit Ali Cubi e të tjerë. Por Baca Recep, që nuk pëlqen të jap intervista, i përcjell miq deri tek dera jashtë me kësaj baçeje të denjë për një vend të tillë. Në anën tjetër të lumit, Vruja, që është bashkimi i Skafkançit me burimet Alipashës, është një vend ngjitur me fshatin Vuthej. Është Kolina. Aty, në hyrje, është kështjella. Këshllajet, si i thrasin këtu, e shabanagajve, që datojnë që në vitet 1700. Këtu i ka rënjët e jetës edhe Alipash Gucia, prisi legjendar i lëvizjes kombëtare shqiptare në vitet e lidhjes shqiptare të Prizrenit, por edhe para e pas tyre. Ai mbahet si heroi i luftës mbrojtëse bashkë me Jakub Ferrin dhe udhëheqës të tjerë që këndohen në këngë trimërie për 100 e sa vjetësh. Gucia është një qytet i vogël, i dyti për nga madhësia në këtë krahin, por të tërheq vëmendjen mbrëmja verore këtij vendi të vogël. Rinia gjallëron jetën e këtushme, shëtitja e natës, muzika e paprerë deri në mëngjes, të lënë brez të veçantë për një qytet skajor si ky. Por nuk ka si të mos tërheq vëmendjen edhe një fakt i dhimbshëm. Këtu e ke të vështirë të merresh vesh shqip. Kur ke lexuar se në Guci, Nikoçajt, Seferajt, Curanajt, Lucajt, Dervishajt janë Dukagjin, Kastrat, Hote, Grut, pra të gjithë gjak shqiptar dhe sot nuk flasin shqip, ndjen se sa i fuqishëm ka qenë asimilimi ose përthithja. Edhe për katundet përreth të dy qyteteve Plav dhe Guci, është shkruar se rrjedhin prej fiseve Kelmen dhe Dukagjin, katundet Hot, Selimajt, Ndokajt, Nokshiq, Pepajt, Pepiq, Martinajt, Martinoviq, Vuthajt me Gjombalajt, Qosajt, Vuçetajt, Ahmetajt e tjerë. Mes luginës së Vuthajve dhe luginës së Gërçarit, të shfaqet një trev shumë interesante, lugina e Dolit. Është thënë gjithnjë se Doli dhe Vishnjeva, Curanajt, kanë qenë dhe mbeten pasardhës të legëve të Kelmendit, vëllezër të Nikçit dhe Vuklit, të Shalës apo Trieshit dhe Grudës, por që e kanë ruajtur fen dhe zakonet e të parëve.
Ndër gjërat e para që të bien në sy në Dol është edhe kisha katolike, e vjetër dhe e bukur, e restauruar me finezë dhe besnikëri, duke e përtërir atë që ka qenë dikur. Duke së ditur këtë kishë, skesi të mos vlerësosh edhe varret e ilirëve në vizitor të vogël,